Një protestë është zhvilluar në Orikum ku protestuesit shprehen kundër statusit aktual administrativ dhe kërkojnë një riorganizim territorial që do t'i rikthente zonës autonominë e mëparshme në drejtim të qeverisë vendore. Sipas banorëve, organizimi aktual administrativ nuk i përgjigjet nevojave të komunitetit dhe ka sjellë vështirësi në përfaqësimin dhe zgjidhjen e problematikave të zonës. Ata kërkojnë që zëri i komunitetit të merret në konsiderat dhe Orikumi të ketë sërish një strukturë të pavarur vendore. Për këtë grumbullim që ka një qëllim shumë në favor të këtij komuniteti që tashmë ka të bëjë me reformën e madhe në drejtësi, e cila duhet patjetër t'i kthej këtij komuniteti bashkinë që e ka pasur të tjerë. Natyrisht që kjo çështje nuk varet nga ky komunitet, nuk e merr ky këtë vendim, e merr Parlamenti i Shqipërisë, po zëri i komunitetit sot mund të dëgjohet dhe duhet të dëgjohet më shumë se çdo herë tjetër. Siç e tham parafonse dhe unë nuk dua zgjatem shumë, në vitin 2015 është bërë një padrejtësi shumë e madhe dhe ajo padrejtësi duhet patjetër të zhbëhet. Janë të gjitha arsyet pse duhet të zhbëhet. Këto vite ja falim, çfarë vjen më mbrapa duhet të ndodhi ndryshe. Duhet të zhbëhet për arsye sepse sa e ka ky qytet të drejtën për të pasur një bashki, nuk e ka asnjë vend tjetër ku ka bashki të vogla dhe të mëdha. Pyetja thjesht vetes, jemi apo nuk jemi gjithë bashkë për një qëllim që të rikthehet bashkia Orikum? Sepse nuk duhet të pyesim kush e pati fajin që iku, sepse e dim shumë që pjesë e kemi ka ne Partia Demokratike që nuk mori pjesë në atë reformë, edhe socialistët edhe ata që qeverisin që nuk e mbrojtën atë kaos. Mirë mbrëma të gjithëve. Unë me thënë drejtën e kam ngritur shpesh zërin sa i përket kësaj reforme, që është aktualisht e miratua. Qysh në vitin 2014, kjo nuk ishte një reformë e cila u hartua dhe u miratua për t'u ardhur në ndihmë komunitetet, ashtu siç thanë edhe parafolësit. Për mendimin tim ka qenë një reformë e cila kishte në bazë të saj hartën elektorale dhe nuk ishte në bazë të saj ato për të cilat u miratua, u hartua dhe u propagandua, sepse nëse të treja pikat kryesore mbi të cilat ajo reformë u miratua do të ishin zbatuar, atëherë ne nuk ishim se të ndidheshim këtu dhe të kishim gjithë këto problematika dhe gjithë këto ankesa. Sa i përket të tre elementeve mbi të cilat ndërtohen reforma që ka të bëjë me efikasitetin financiar, ka të bëjë me uljen e kostove administrative dhe ka të bëjë me afrimin e shërbimeve ose gjendjen më pranë qytetarëve. Asnjëra prej këtyre tre elementeve mbi të cilat ndërtohen reformat sot nuk zbatohen. Protestuesit kanë shprehur shqetësimin e tyre për mënyrën se si funksionon aktualisht administrimi i zonës, duke kërkuar më shumë vëmendje dhe investime për Orikumin. Ata kanë deklaruar se kërkesa për rikthimin e bashkisë lidhet me nevojën për një administrim më të afërt me qytetarët dhe për një përfaqësim më të drejtpërdrejtë të interesave të komunitetit. Protesta është zhvilluar para qendrës administrative, ndërsa banorët kanë bërë thirrje që kërkesa e tyre të dëgjohen nga institucionet përgjegjëse. Ata paralajmërojnë se do të vijojnë të kërkojnë rikthimin e Orikumit si njësi më vete të qeverisë vendore, duke e konsideruar këtë një kërkesë në interes të komunitetit.